dashur miq të kronikës tonë Tulipani, mirë se u gjoj, një ditë sa më të bukur. Thash ta diskutojmë një çik pak për problemet tona ditore, vjetore, jetësore. Problemi kryesor është sot se shumë njerëz po bojnë kritikat e kronika ime sepse unë po mbroj të drejtat dhe liritë e vetes sime në radhë parë, familjes teme, edhe po kallxoj drejtën se nuk jam me ata që është kriminal, me ata që vret, me ata që pret, me ata që vjedh, me ata që merr nerin, me ata që të prish familjen, nuk jam me ata, o jam kundra këtyne, edhe jam kundra çdo lloj krimi që i merr jetën çdo njeriu, jam kundra çdo lloj krimi që bëhet për të marrë të drejtat e liritë e njeriu. Edhe nuk jam i penduar për këtë që jam në këtë kauzë time. Nuk jam i penduar që po mbroj të drejtin, po mbroj liritë e atyne që ju merren. Me sa ka mundësi, ose nuk ka mundësi me mbrojt karka nëse nuk bëhet se cili me mbrojt vetë në radhë parë, atër gjithë bashkë me mbrojt liritë e drejtat tona demokratike, siç janë. E kështu që mos harroni se sukun kohën e veror se zguxojshin njerëzit, nuk guxojshin me të përkrah për shembull një fjalë ose një ashuveç ton çka thon ke sekretari i partisë. Ti me i pas 300 drejta, kur thonë ke sekretari i partisë, ti armik i popullit, edhe jetë armik i popullit. Na, je ka luftojmë me na ik shajo diktatur e mos me ju tut kurkuj për fjallën tonë të lirë. E dyta, mos me u quaj ti armik nëse unë jam armik. Une nuk kom asë një armik personal. Në asë një armik personal nuk kom kur kënë botë. Asë një armik personal nuk kom kënë botë. Gjithë njerëzit i respektoj i duhet, gjithë shqiptarë, gjithë racat, gjithë botën, gjithë njerëzit e botës i respektoj i duhet, sepse është e drejt e çdo njeriut me dasht njeriun. Zoti është ai që vlerëson për gjona tjera. Pika eme, kryesore është kjo, që mos të, për mua, mos tramet askush, mos i tramet kuj, pse flasune, ose pse lëmatit june. Une, nëse, thëm një gjonë, thëm e baza, nëse vjen momenti, edhe thonë, jo, ti e vllai përparimit, ose ti e nipe përparimit, ose ti e daja përparimit, ose ti e tesja përparimit, ose ti e halla përparimit, edhe po donë me gjykua ta shteti, po donë me gjykua ata, pëse unë po flasë për liritë e drejtat e njeriu, atër, ju sa të thoni, do koka mirë që kështë det. Atër thoni, qka të doni, po, kjo është i takotë me thonë regjimit diktatorial. I sho njerëzit, në çdo moment, njerëzit e drujtur, njerëzit shumë drujtur, mos u drujni, unë e flasë ata që është për të folur. Nuk kam dëshirë të rënoj askan, kam dëshirë dhe shpirti jem është për liri, demokraci, për familje të rregullta, për njerëz të rregullt, për ata që do njëri tjetrin, edhe kundra çdo lloj dhune, kundra çdo lloj krimi, kundra çdo lloj vjedhje, kundra çdo lloj korrupsioni, kundra çdo lloj gjoje që është kundërshtim me rregullat njerëzore. Ky do të jetë qëllimi i rubrikës të kronikës Tulipani. Pra, kush ta don e do si shto, kush se do. Kjo është e gjitha. Ju faleminderit.